Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun azza wa jalla falenderojmë, përshëndetje për zemrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgojmë dhe secili musliman që ecë pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me pjesën e dytë nga temat që kemi filluar javën e kaluar për librin Buroja e Muslimanit, e që autori i ka sjell disa hadithe për vlerën e disa formave llojeve të dhikrit, përmendjes së Allahut azza wa jall. Kemi mbetë në gjysmë, gjithsesi kemi mbetë hadithi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha sahabijut: "O Abdullah ibn Qais, atë tregoj për një thesar të xhenetit?" Po si, o i dërguari i Allahut, i tha Ibn Qaisi. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha atij: "Thuj la hawla wala quwwata illa billah." Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu e tregon një vlerë speciale për vlerës së dhikrit, përmendjes së Allahut azza wa jall, e që është për qëllim fjala la hawla wala quwwata illa billah. Për me nxit më shumë këtë sahabi të nderuar, për me bë kurrështar, për me shishmu që thojmë të na më shumë atë që do t'i thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja paraprin me një pyetje, dhe kjo përdoret shpesh te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përdoret nganjëherë për me tërheq vëmendjen, nganjëherë për me zgju korreshtën, nganjëherë për me shtuat zellin edhe kujdesin. Ban pyetje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur këtu që ka thonën Abdullah ibn Qaisit: "A tregoj për një thesar prej thesarëve të xhenetit?" Thesar, që është përmendur këtu në hadith, kanë thonë dietarët, e kanë komentuar këtë fjalën e pejgamberit sa thesar. Imam Nevavi u thot është për qëllim për një sevap, për një shpërblim, prej shpërblimeve të mëdha të xhenetit. Ky është kuptimi i parë i fjalës thesar në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kuptimi i dytë, thonë disa dietar, është për qëllim që për një muslimanit të tillë që e thot këtë dhikr, do t'i jepet në ditën e Kiametit, do më hunë xhenet do shpërblehet me diçka prej thesarëve. Dhe thesarët e xhenetit janë bukuritë e ndryshme që muslimanët begatohen me to, dhe atij sikur se i jepet një dhuratë speciale për dhikrin që e ka bën këtë dynjë. Kurse Ibn Hajeri rahimahullah thotë që thesar ka pas për qëllim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpërblimin që e merr në formën madhore, kështu, si dhuratë në ditën e Kiametit, dhe i ngjan sikur një njeriu i cili e gjen një thesar në këtë dynjë. Sikur dikush që e gjen një thesar në këtë dynjë, nuk e ka pas, e gjen një çip me lira, ose gjen diçka të shtrejt në tokë, edhe pa prit mas nuk ka pas hiç e gjen. Çfarë ndjenjë ka ai kur e ka gjithë këtë thesar? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përmes këtij hadithi don t'i thotë ti sahabiu që kjo fjalë la hawla wala quwwata illa billah, nëse e përdor që të dhekër të shpesh, në ditën e gjykimit ka me tar një thesar me sevape që ka me qenë për ty e papritur, as me vlerë që ka me qenë, ose as sevape të shumta që kanë me qenë. Dhe të trija të kuptime mujnë me qenë, domethënë mujnë me qenë të trija të pranuara për arsye se zbin asnjëna ndesh edhe në kundërshtim me njëra tjetrën. Pastaj thot fjala la hawla wala quwwata illa billah. Kena shpjeguar edhe më herët, këtë shprehje ka ardhur në disa raste me përmend, por se përsëris edhe një herë disa gjëra që kanë të rëndësishme. Fjala zakonisht e fjala la hawla, domethënë në shumë përkthime është nuk ka shndrim të gjendjes, nuk ka lëvizje të situatës dhe nuk ka fuqi vetëm se me Allahun. Ky është njëri prej kuptimeve të fjalës la hawla, domethënë nuk ka ndrim të gjendjes. Pe gjendjes të mirën të keqen, ose pe të keqes të mirën, dhe nuk ka fuqi diçka tjetër që shtyhet me Allahun azza wa jall. Kjo është kuptimi i parë. Disa dietar thonë është për qëllim la hawla e merr vetëm anën e pengesës ose pengimit nga gjërat e këqija. Pra nuk ka gjë që të pengon prej gjërave të këqija dhe nuk ka gjë që ti sjell gjërat e mira përveç se Allahu azza wa jall. Për hawla e kanë përdor pengim nga të këqijat, kurse kuwe, forca, e kanë përdor sjelljen e të mirave. Ky është kuptimi i dytë, dhe kuptimi i tretë është transmetuar edhe nga Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, thotë la hawla e ka përdor nuk ka pengesë
mes gjinoheve, nuk ka pengesë mes gjinoheve, vetëm se nëse Zoti ta bën atë pengesë. Edhe nuk ka vjelje dhe sjellje dhe përfitim të sevapeve vetëm nëse Zoti ta mundson me arrit këtë sevap. Andaj faktikisht kjo fjalë është mbështetje e tërësishme e robit ndaj Allahut azza wa jalla. La haula wala quwwata illa billah. Kur thuhet kjo fjalë? Kush e din? Kur thuhet kjo fjalë la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Kur thuhet? Gjatë thirrjes të zonit, që kjo është e saktë 100%. Se kjo është në hadith. Hayya ala salah, la hawla wala quwwata illa billah. Hayya ala falah, la hawla wala quwwata illa billah. Këtë rast? Bravo. Edhe kur dish për shtëpis, çdo dyja janë hadithe. Çdo dy raste janë hadithe. Kur dish për shtëpis, tu bismillah tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Tjetër? Është fjala në Kur'an që thotë Allahu kur e shef te ashabul kahf. Sura ashabul kahf kur thotë që kur shef diçka mini bashkë se shkojnë na. Po. Është thonë la hawla mashallah. La quwwata aty është la quwwata illa billah. Nuk ka la hawla aty. Hawla s'ka. La quwwata illa billah. Po. Po. Edhe që kjo është rast. Që është përdor prej Omerit radiallahu që po e këpuceve ka thonë la hawla wala quwwata illa billah. E që përdorin edhe njerëz me një formë tjetër? Po, rast tragjedie. Qësone e kanë tërheq vrejtën djetartë. Nëse e përdor la hawla wala quwwata për fatkeqësi. Për fatkeqësi cila shprehje përdoret? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ose subhanallah që e përmeni hajia. Kurse nëse e përdor la hawla wala quwwata për fatkeqësi, sikur lloj pikllimi që la hawla wala quwwata illa billah, çam ka ndodh, kjo është gabim. Pse? Se thot Ibn Taymi rahimahullah, fjala la hawla wala quwwata illa billah është kelimatu isti'ana, la kelimatu istirja. Është fjalë përmes cilës kërkohet ndihmë, jo fjalë përmes cilës lehtësohet dhimbja. Jo fjalë përmes cilës shprehet ngushëllimi, po fjalë përmes cilës kërkohet ndihma. Pse themi në zan la hawla wala quwwata hala salah dhe hala falah? Pse? Kush e din? Po, pse themi te namazi? Po, do më thonë se kërkon ndihmë pe Zotit me ta mundsu me fal namazin, me shku në namaz, edhe kërkon ndihmë pe Zotit me shku në shpëtim. Kjo e para. E dyta që përmeni edhe afrimi, kur dilsh prej shtëpisë. Thu la hawla wala bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Se kimë dal tash jashtë, edhe kimë angazhu, kimë punu, e kërkon ndihmën pe Allahut. Andaj shpreha la hawla wala quwwata është shprehje përmes cilës kërkohet ndihmë te Allahu, jo përmes cilës i jep ngushëllim njëri vetit. Që shtojmë na sham ka ndodhur la hawla wala quwwata illa billah. Nëse e thu la hawla wala quwwata illa billah, në të kuptimin që subhanallahu sham ka godit mu, kjo është gabim. Kurse nëse e thu la hawla wala quwwata në çdo rast, edhe nëse të ka ndodhur diçka që la hawla wala quwwata, ndihmën e kërkoj pe Zotit, ta i kthejnë edhe në fatkeqësi edhe këtë, kjo është në rregull. Urdhno. Kur çesh tragjedi që ka ndodhur, kjo është domosdoshmë kjo përdoret faktikisht nuk përdoret diçka nëse shohmi çka ka ndodhur prej Allahut. Ç'ka shpreha? Nuk përdoret domosdoshmë sërish me thonë, nuk përdoret si lloj ngushëllimi, se edhe kjo është ngushëllim. Edhe nëse shefet dikush thu, atë në farlloj ngushëllimi çka ju pas ka ndodhur këtu. Kjo përdoret shpreha, ka thonë dietarët, kur kërkon ndihmë, e kjo ndihma është forma ndryshme, ose kur kërkon ndihmë ti drejt për drejt, me thonën ka me bë këtë punë wala hawla wala quwwata illa billah. Domthonë nuk ka forcë edhe që e shndron gjendjen edhe më mundson këtë punë me bë vetë Allah. Ose nëse e thu që shpreh edhe kur të godet diçka në atë aspektin që me kërku ndihmën pe Allahut me të kalu. Apo kupton? Mi po zakonisht kjo përdoret çështat, përdoret për me kërku ndihmë, çish ka ardhur dy hadithe. Çto dy hadithe janë që i kanë cek dietarët. Këta përmend edhe
edhe masi Ibn Taymijes edhe Ibn Uthejmini edhe shumë dietar tjerë, Allahu i mëshiroft. Hadithi i radhës ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shprehjet më të dashura të Allahu tek Allahu janë 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar. Nuk ka rëndësi, nuk ka shumë rëndësi rënditja e tyre. Kjo fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shprehjet më të dashura, dietarët kanë thonë është pak problematike në aspektin e sqarimit. Për arsye, cilat janë fjalët më të dashura të Allahu? Kush e din? Në mënyrë përgjithshme, fjalët më të dashura të Allahut, cilat janë? Cila është fjala më e dashur e Allahut? Tash e bëna pak më lehtë. Ja, fjala më e dashur e Allahut është Kurani, fjala e tij. Fjala më e dashur e Allahut është fjala e tij, Kurani. Kurse këto janë dhikr. Për këtë arsye dietar thonë kur e kanë sqaruar çet hadith, shprehjet më të dashura të Allahut, ka thonë është për qëllim prej fjalëve që i folin njerëzit. Ka fjalë të mira që i folin njerëzit, po më të mirat për këto janë që kjo dhikri. Ky është njëri për kuptimit hadithit. Kuptimi i dytë, kanë thonë dietarët, është për qëllim special për këtë edhkareve, për këtë formave të dhikrit, të lutjeve që bëhen, më të mirat për formave të dhikrit janë çeto. Çai ka përmend që hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kurse këtu nuk hin Kurani. Se Kurani është fjala më e mirë. Është fjala e Allahut. Pozita e fjalës së Allahut është sikur pozita e Allahut. Sikur që s'ka mundësi me pas diçka më të lartë se Allahu, se pozita e tij, se qenia e tij, por apo ashtu nuk ka mundësi me pas diçka më të lartë se fjala e tij. Mirë po, ka mundësi me pas, që thot Ibn Kaimi, ka mundësi me pas fjalë tjera të dhikreve më të vlefshme në disa raste, jo në mënyrë përgjithshme. Jo në mënyrë përgjithshme. Në mënyrë përgjithshme fjala e Allahut është më e vlefshme. Po në disa raste më të vlefshme dhikri se sa Kurani. Cilat raste a di dikush ndonjë? Cilat raste ka mundësi me kon dhikri më i vlefshëm se Kurani? Urna? Po, a mund cilat raste dhikri? Rast. Mas namazit sabat. Me knu dikush Kur'an mas namazit sabat, cila është më e mirë? A Kur'an me knu a dhikr me bu? Mas namazit sabat mund me thonë dikush Kur'ani është më i vlefshëm apet sa apet. Pse? Se është koha e lirë. E bën dhikrin ke marrë sevap, po mos si Kur'an apet s'ka kur gjë. Sa afrohet kurkush. Po ka raste tjera që janë i dini edhe ju. Ka hadithe, a? Gjathirë sezonit, me thonë dikush, s'po tham la haule, s'pe përsëriti muezinin, ajo dhikr është, po tham, po kënej Kur'an, nuk është në rregull. Dhikri ka vlerë, këtë rast më shumë. Edhe një tjetër, për shembull, në ruku a bën me lexu Kur'an. Në ruku është ose mekruh ose haram me lexu Kur'an, sipas dietarëve. Ose mekruh ose haram, kurse dhikri në këtë rast është më i kërkuar, edhe është edhe i obliguar sipas disa mëdhëve ose është sunet, domethënë sunet i fortë. Andaj ka raste që shtatim Ibn Kaimi që ka mundësi dhikri me qenë më i vlefshëm se Kurani, po në mënyrë përgjithshme nëse i don veçmas, fjalës Allahut asnjë gjë nuk i afrohet. Fjalës Allahut domethënë Kuranit asnjë gjë nuk i afrohet. Andaj sa më shumë që njëri lidhet me fjalën e Allahut, çash më mirë ka punë edhe shkahon dietar fjala e Allahut është njëra prej shkaqeve që ja lehtëson njerit shumë me bë dhikrin. Se në Kur'an ka shumë ajete që përmendet edhe dhikri. Përmend domthon fjala subhanallah shumë, subbaha lillah, yusabbihu lillah. Këto janë forma të dhikrit. Fjala Allahu akbar përmendet shpesh. Edhe përmenden forma ndryshme të dhikrit. Këtu bëhet transmetuesi po thotë nuk ka shumë rëndësi renditja e tyre. Pejgamberi sa më ka thonë këtij personit që e ka mësuar ka thonë këto janë shprehjet më të dashura të Allahut. Nuk ka shumë rëndësi, a e thot parë subhanallah, a e thot dytën elhamdulillah, a e thot la ilaha illallah, Allahu akbar apo i ndron. Njënën kështu, njënën kështu. Me po kanë thonë dietarët në aspektin e dispozitës në ka rëndësi. Cilën do që e bën nuk e hi as gjuna, as me po kanë thonë në aspektin e renditjes logjike edhe preferuar është çështu që ka në hadith. Pse? Se subhanallah është pastrimi i Allahut nga tmetat. Fjala subhanallah do të pastron Allahun nga çdo emet. Elhamdulillah, mos e ke pastruar Allahun e falenderon. Ç'e meriton është. Ai. Do të her pastrim, pastaj falenderim edhe pohim për të mirat që i ka Allahu. Pastaj wala ilaha illallah, pastaj njësim me tauhid. Masi që e ke falenderu,
që të ka kriju, që të ka dhënë, pastaj e njëson me tauhid. Tregon se vetëm atij takon adhurimi. Edhe në njëjtën kohë e largon çdo gjë që e prish tauhidin, idhujtarinë. Çfarë do idhujtarie që kanë njerëzit, edhe që e mendojnë dhe e besojnë njerëzit ose besëtitni ndryshme. Pastaj mas kësaj na çka thu? Allahu Akbar. Masi Allahu është kështu, i pastër nga tmetat. E meriton falënderimin për të mirë që t'i ka dhënë. Është krijues që vetëm ai adhurohet, atëherë është më i madhi. Për këtë arsye renditja që ka në hadith është ma primare, po edhe nëse dikush i ngatron çka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka asgjë të keqe. Një nomad, një fshatar, shkoi te i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam dhe i tha: "Më mëso ca fjalë që ti i përmendi rregullisht." Ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe ka lypë pejgamberi sa më ia mësu do fjalë që i përmend ai në mënyrë vazhdueshme. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju përgjigj atij, tha: "Thuaj la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira, subhanallahi rabbil alamin, la hawla wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim." Pastaj ky i thot: "Këto janë për të përmendur Zotin tim, po që lutje të bëj për veten time." Domthon, masi që e ka thënë pejgamberi këtë dua, ka thonë këto janë për Zotin. Kjo madhëri për Zotin, po unë për veti çka më bëj? Çfarë lutje më bëj veti? Ka thonë pejgamberi Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Thuaj Allahumma ighfirli, o Zot më fal mua, më mëshiro, më udhëzo dhe më furnizo. Domthon çto shprehje që më përdor në fillim këto, domthon janë shpjeguar shumë herë, nuk ka nevojë më shpjegu. Domthon këto fjalë ka zgjedh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtij sahabijë të ndershëm. Pastaj ky e ka nda faktikisht, edhe kjo është prej mençurisë fshatarëve. Ka thonë nganjëherë kanë bërë pyetje shumë të lehtë, ama ka kallëzu mençurinë e tina. Ka thonë për shembull ka një te pejgamberi sa ka thonë, "Kallëzo mu një fjalë në Islam që unë mas teje mos kam nevojë me pyet kur kanë." Po du me krye meselën me qitash. Ka thonë pejgamberi sa më ka thonë, "Thuaj, kam besuar në Allahun dhe pastaj qëndron që të rrugë." Edhe këtë feja çto është. Nëse ke besuar Allahun që duhet, këtë punë e besimit janë rregull pastaj. Dhe vazhdimësia janë që të rrugë. Edhe kanë fshatarët janë menu çka më pyet pejgamberi sa më shkurt se ai nuk takohet më. Ku më dita më nuk takohet më. Edhe ky ka ardhën, edhe ka thonë pejgamberi sa mëson diçka që më i më thon. Pastaj pejgamberi më ka mësuar që dua, edhe ky ka qenë i mëshirshëm, ka thonë po. Kjo në rregull, kjo madhrim ndaj Allahut, po unë çka më thon për veti, për veten tëm çka më bëu dua. Çka më lutu në Zotin për veten tëm. E pastaj pejgamberi ja ka mësuar, pikëspori me kërku mi afal gjunohin, pastaj me mëshiru, nëse e mëshiron edhe uzon. Pastaj me uzu dhe nëse uzon, e uzon edhe në risk, jo vetëm në fe. Domthonë më dhon udhëzimin edhe në dynjë, edhe në ahiret. Te fjala e dersit kalum, tash më kujtue këtu te ky fshatari që ka ardhur, që e shpjeguam fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dy fjalë që janë të lehta për gjuhë, të ronda në peshoj, të dashura te Allahu azza wa jall, subhanallahi bihamdihi, subhanallahi alazim. Ka qenë një hoç ka dhënë kon thot në Saudi, një hoç saudian thot, tu e shpjegu që hadith pejgamberi sa në xhami, edhe vjen një plak edhe se kish pas niket hadith. Edhe i thot këtij hoç thot, "A ki mundësi që të dy fjalën i mësu?" Që i kallëzove në ders. Edhe kjo përsërit një 10 herë derisa i mëson ai plaki. Kur i mëson, i merr çdo fjalë, edhe ku del në rrugë, ku shkon thot, "Kanë sheh." Thot ngani, ka thonë pejgamberi sa kelimetani khafifetani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibetani lir rahman, subhanallahi bihamdi, subhanallahi alazim. Dy fjalë të lehta për gjuhë, trona në peshoj, dashura te Allahu, janë subhanallahi bihamdi, subhanallahi alazim dhe ka hec. Me kanë dush që u taku. Edhe ky hoxha ka thënë, thot mas një kohë, ky plak i smurt. Edhe i hub vetdia në spital. Thot disa ditë, 4 ditë ky hoxha, por më thot 4 ditë as pa vetdije. Thot edhe një herë fëmia ti tu çan aty, afër ti, thot një herë i del. Shpohun i kthehet vetdia. Thot edhe kur i shef fëmijët e tyre, fëmijët e tij thot, "A dini çka ka thonë pejgamberi sa më një herë?" Thot ja përsërit hadithin, e thot që duan edhe des. Se vazhdimisht, domthon prej që e ka mësu, ja ka kallëzu keve. Ku ka shkuar ka kallëzu që doa. Më kujtu kur e lexova këtë fjalë, këtij sahabiut që ka desh me mësu diçka që më u përmbajt, diçka pe duave pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i radhës
thot transmetuesi, kur dikush bëhej musliman, pejgamberi sa i mësonte namazin e pastaj e këshillonte të lutej me këtë fjalë. Netja dua, sikur këtu vetëm se e ka shtuar një shprehje, Allahumma kfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Wa'afini që shprehje, domthonë më jep shëndet o Zot, domthonë o Zot më uzo, më mëshiro, më fal, më mëshiro, më uzo, më ruaj nga tek shihet ose më jep shëndet dhe më furnizo. Pejgamberi sa përveç se ja ka mësuar namazin, shiçoni këtu, kjo është edhe një këshill për secilin prej neve që kush fillon mu kthy te Allahu azza wa jall, më mëson namazin. Për arsye se është shtylla e Islamit mas shahadetit. Mos i mësosh namazin, është mirë më mësuj që do, që ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Unë personalisht vetë që të hadith ndoshta kum lexu, po tash për herë të parë mu mra me pa që kur e ka planuar dikush Islamin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mësuar që do. E di që do, domthonë kjo do thuhet edhe para se me dhon selam, e njëta dua, e kena shpjegu kur e kena tregu lutjet e namazit, edhe para se me dhon selam, e njëta dua thuhet. Amo personalisht domthon u më interesant kur e posh që pejgamberi sa ja ka mësuar që dua atij që e ka pranuar Islamin. Fillim. Domthon përveç namazit edhe diçka një lutje speciale që ai mu lidh me Allahun azza wa jall. Dietar kanë thonë një prej vlerave duas që i kena përmend në fillim dersit, shumë vlera duas, lutjeve, dhikreve, një prej vlerave duas është që pejgamberi sa edhe njerëzit që kanë hi, në fillim në Islam ja kanë mësuar duat. Qysh me lut Allahun. Jashtë namazit, namazi janë veti. Apo qysh me lut Allahun ju ka mësuar dua speciale. Ai personi që ka ardhur dhe ka vet, këtij tjetrit, çdo kush që e ka pranuar Islamin, ja ka mësuar ç't dua. Hadithi i radhës thot pejgamberi sa lutja më e mirë është elhamdulillah, kurse dhikri më i mirë është la ilaha illa Allah. Fjala la ilaha illa Allah është dhikri më i mirë. Pse fjala la ilaha illa Allah është dhikri më i mirë? Pse? Po dhe se është një shmëria më e madhe ndaj Allahut. E njëson Allahun, e tregon kush është Zoti jot. Edhe e largon idhujtarin. E flak idhujtarin. E kjo është dhikri më i madh, kjo përmendje Allahut më shumë, pse se ja jep Zotit pozitën më të lartë që e ka Allahu. Për këtë arsye tauhidi vllazni, tauhidi vazhdimisht duhet të ekzistojë te muslimanët. Thirrja në tauhid dhe largimi nga shirki, nga idhujtaria, nga besnitnit, nga bindjet e këqija. Nëse dëshirojmë me qenë suksesshëm, që kjo është thirrja e këtë pejgamberëve. Allahu thotë Kur'an: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ni'budu Allaha wajtanibu at-taghut." E kemi dërguar te çdo popull, kemi dërguar pejgamber. E çfarë kemi thonë këtyre pejgamberëve? Thoni ju popullit juaj, adhurojeni Allahun dhe largonu nga çdo adhurim tjetër përveç Allahut. Pejgamberi sa kur e ka thënë Muadhin në Yemen, çfarë ka thonë? Ku shkoi ti në Yemen, këshire ato çfarë tradita kanë, çfarë mohabeti i bojnë, nisa me çdo temat atë në. Fal me s'ka thonë kështu. Nëse ato mirën me solidaritet, ti mirë me solidaritet, leje në arfin. Nëse ato mirën me një temë tjetër diçka, ti me çat temë, ja. E para ka thonë, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilay tauhidullah." Le të jetë çështja e parë që ti i thirr ata, njëshmëria e Allahut. Çka e para? Ato kanë qenë pasues librit, kanë qenë krishterë. Njëmen, edhe pejgamberi i ka kallëzuar që ato janë kështu. Domthon duhet me fillu me tauhid çdo kund. Dhe kjo ka qenë thirrja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për fat keq, shumë prej muslimanëve e disa edhe prej hoxhallarëve e kanë problem me thirrjen e njerëzve në tauhid. Me thirrjen njëshmëri të pastër. Pse? Se tani vallahi hoç pak problem se po bin kundërshtim. Jo me thirrjen e tauhid tani do të mi kallëzoj edhe besnetni çka i kanë, jo mi hek edhe rruzat, jo mi hek edhe këto hajmalit, jo mi po këto e po bëhet shumë, po bëhet fitne, për çamë mes njerëzve. Po mo haki i Allahut tash, kjo nuk është haki i njerëzve. Haki më i madh i Allahut është me thirrjen njerëzit në besim drejt ndaj tij. Ç'kjo haki më i madh. Kur gjas ka hak më të madh Allahut se ç'kjo. Për ata kur ka thonë pejgamberi sa Muadhit radhiyallahu anhu, "E tadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqu al-ibadi 'ala Allah?" A din cila është e drejta e Allahut më e madhja për robërit ndaj robërve të tij? Dhe cila është e drejta e robërve ndaj Allahut? Cila është cili drejtat i ka kallëzuar ato obligimet?
Ka thonë haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. E drejta e Allahut ndaj robërve të tij është me adhuru vetëm Zotin, me lut vetëm Zotin dhe mos me bësh shirk, idhujtari, ortakri. Kurse e drejta e robërve është, ngoni tash, sa interesant hadithi. E drejta e robërve ndaj Allahut është, çka kërkojnë robërit prej Allahut nëse drejtën e tyre, nëse ata e bojnë çeto, mos mi dënu. Nëse ata e veprojnë çeta, mos mi dënu. Pse? Se kush e njëson Allahun çish dohet, me tauhid pastër, e madhron çish dohet me tauhid pastër, pa u lidh me diçka tjetër zemra e tij, pa u lidh me bestitni, ai person sa shqare pa i rënë se është Zotit. Sa shqare pa i përkul Zotit. S'ka mundësi me gjetë vllazni, nuk ka mundësi sipërfaqen e tokës kurrë. Me gjetë një musliman që e ka besimin në rregull dhe nuk fal namaz, nuk ka mundësi. A mu ka mundësi me gjetë shumë musliman, madje shumë musliman që falin namaz dhe e ka besimin katastrofë. 5 vakt namaz i falë dhe nuk ka problem me shku të 8 që me lonë diçka. Atë. Kjo është rrezik me aprish këtë namazin komplet. Allah e na rujt. Allah inshallah e arsyeton për ignorancë, po du me thonë vepra sa rrezikshme është. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu bëhet që dhikri më i madh është shahadeti, la ilaha illallah. S'ka diçka më të madhe se shahadeti. Hadithi i fundit për këtë temë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fjalët më të mira që u mbetet shpërblimi përgjithmonë janë subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Kush e din çfarë çish quhet kjo terminologjia në libra domthonë te muslimanët kjo. Fjalët më të mira që u mbetet shpërblimi përgjithmonë. Ashtu edhe në Kur'an e përmend. El-baqiyatu s-salihat. Wal-baqiyatu s-salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Në surën Al-Kahf. Baqiyat as-salihat ka thonë dietar tash ky dhikri, ka thonë pejgamberi sa baqiyat as-salihat. Ashtu ky dhikri për arsye se krejta gjëra tjera prej dunjas shkojnë, kurse ky dhikri që e thot njëri që është i lehtë shumë për me thonë, edhe nuk nash e harron edhe që e ka thonë mas 5 minutave, që ky mbetet edhe ruhet te Allahi. Çu shkallzova në fillim dersit, ky është një thesar prej thesarëve që do të ruhet te Allahu Azza wa Jalla ditën kur del personi para tij. Andaj me kaq përfundon kjo temë, inshallah vazhdojmë javën e ardhshme, kena 2 tema të shkurtra, edhe përfundon ky libër walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.